Well, basically, I think that the relationship developed significantly. Është e qartë se marrëdhënia jonë u zhvillua ndjeshëm. Siç e dini, në shkurt vendosëm marrëdhëniet. Në mars Kosova e hapi ambasadën në Jeruzalem dhe që atëherë kemi punuar si ambasadorja juaj në Izrael e edhe unë për të zhvilluar raportet. Mendoj se kemi nënshkruar një numër marrëveshjesh mes vendeve tona. Kemi pasur një numër vizitash në të dyja vendet. Marrëveshja e fundit që kemi nënshkruar është marrëveshja për heqjen e vizave që sipas mendimit tim është e jetë e rëndësishme, sepse do të lejoj udhëtimin pa viza për dhe nga Izraeli. My opinion is extremely important because it will enable free travel back and forth to Israel. Dhe kjo do të fillojë nga muaji maj. Yes, on the 5th of May. 5th of May. 5th of May. From the 5th of May and on, Kosovar citizens will be able Do të nisë nga 5 maj dhe nga 5 maj kosovarët do të mund të udhtojnë në Izrael pa viza. Por mbasi është mirë të tregohet se para se të arrini ju, duhet ta plotësoni formularin ETA që është i qasshëm në internet dhe duhet ta plotësoni këtë formular para se të arrini. fill that out before arriving. And is that applicable Dhe kjo form po aplikohet edhe për vendet e tjera evropiane apo jo? Yes, to everybody. Po, për të gjithë që hyjnë në Izrael është një procedurë e re në gjithë botën, por edhe si shumë vende, ju duhet ta plotësoni këtë You formular. have to fill out this ETA form. Duket të jetë formë e thjeshtë. Po, vetëm se njerëzit duhet të dinë ta bëjnë një gjë të tillë para se të arrijnë në vendin e caktuar. And what are you expecting? Dhe çfarë do prisni nga kjo? Më shumë tregti, më shumë lëvizje të njerëzve, më shumë turizëm? Tourism, of course. Yeah, I think that the big Natyrisht se turizëm. Mendoj se mundësia e madhe këtu është që të kemi më shumë turizëm, të arrisim tregtin, të rrisim raportet kulturore, të rrisim shkëmbimet akademike. Mendoj se do të shohim më shumë zhvillime në të gjitha fushat, duke ju falenderuar heqjes së vizave. thanks to this. Kemi parë disa raporte se tregtia mes Izraelit dhe Kosovës është rritur viteve të fundit, për shembull në krahasim me fillimin e viteve të 20-ta. Çfarë ka ndikuar që kjo të ndodhë? Well, we're working hard on bringing the economies together. Po punojmë mirë që t'i sjellim ekonomitë tona bashk. Mendoj se ekonomitë tona nuk është që e njohin potencialin e njëra tjetrës. Nuk e dim se cila është fuqia e njëri tjetrit. Ngadalë ndër vite, ne kemi organizuar takime të delegacioneve të ndryshme, të zhvillojmë takime me njerëz të biznesit dhe bizneseve të ndryshme. Jam shumë e lumtur të them se ne tashmë kemi të importuara produkte të Kosovës në tregun tonë. For example, in the sector of fruit juices, water. Për shembull, në sektorin e ushqimit, lëngjeve, ujit, qumshtit, frutave të thata, kërpudhave. Të gjitha këto produkte të prodhuara në Kosovë janë të importuara në Izrael, janë pranuar shumë mirë, janë brenduar të jetë mirë me një shkallë të lartë brendimi, sepse janë prodhime natyrale, janë pa aditiv e kështu me radhë. Kjo ka ndikuar që të pritën shumë mirë në tregun tonë. They're without additives and so on, so they're being very well received in the market. E cila është fusha që shihni ju potencialin më të madh për bashkëpunim midis Republikës së Kosovës dhe Izraelit? Well, I think there are various fields. I mean, agriculture is Mendoj se ka fusha të ndryshme. Bujqësia është njëra ndër to. Mendoj se hapi radhës në bashkëpunim mes vendeve është për të krijuar bashkëpunim në fushën e bujqësisë, duke prodhuar më shumë me më pak punë, që është karakteristike e Izraelit në sektorin e bujqësisë. Për të prodhuar më shumë perime, me kualitet më të lartë të perimeve dhe frutave, duke përdorur më pak burime, më pak ujë, më pak fertilizues e kështu me radhë. Kështu që mendoj se duke i ndarë me njëri tjetrin këto përvoja me Kosovën është shumë e rëndësishme. Po ashtu sektori IT-s ka shumë potencial. Industria e dronjve ka po ashtu potencial. Ka shumë mënyra të bashkëpunimit dhe po ashtu shoh potencial për investitor izraelit që të vinë dhe të investojnë në Kosovë. Dhe duke ju falenderuar afërsisë suaj me Evropën, marrëveshjeve që keni me Bashkimin Evropian e kështu me radhë. A ka diçka të re për t'u treguar në këtë aspekt? Do një investim izraelit që mund të vijë në të ardhmen afërt? Po punojmë që një gjë e tillë të ndodhë dhe shpresojmë po ashtu që një gjë e tillë të ndodhë.